sepse ti nuk ditë të argumentosh profesionin tënd dje. Dhe thua jam gazetare, jo. Ik po ik çka gazetare, mos e thuaj më. Ti nuk e zhvillon fare profesionin tënd. Ti je tallagjare. Unë jam në profesionin tim. Nga dita 1 dhe deri më sot. Vazhdoj të jem dhe unë. Që 18 vjeç e deri më sot unë jam brenda profesionit tim. Ti ku e ke profesionin tënd? E ke parasysh? Po flet me shpinën time. Jo, për çfarë ke mbaruar ti? Çfarë profesioni ke? Dhe ku e ke profesionin? Sepse ti i ke vënë shkelmin profesionit tënd. O njerëz, ju lutem më ndihmoni, ma ishni shafe të gocën që flet me vete. Rinë ndër shef, gjëra, që ka ndërtuar ato para artësit të tu, edhe kaq. E ka ndërtuar, shumë faleminderit. Ka zonë halli me njerëzit e mi. Ka zonë halli me njerëzit e mi ty. Po, iko Gerta. Ti bëja të tjerëve që do sjellësh, ti bëja emrin. Se s'po e bën dot. Po ja prishe dhe dikujt që ka bë para teje. Ti po i prishe emrin dikujt që e mban me nder. Po ja prishti. Ja prishe këtu. Ti thuaj faleminderit familjes tënde që ka ndërtuar emrin. Për çfarë i them faleminderit? Faleminderit që më rritën edhe më lindën. Këtë i them. Faleminderit prindërve. Prindërve më sot i thuaj faleminderit që të rritën edhe që të kanë lind. Të tjera nuk i them faleminderit asnjëriu. I them vetëm vetes time. Si është gara këtu? Ti që ke marrë çmim nga presidenti. Po. Nuk është kështu gara. Ka marrë titull i cilin e konsideroj çmim karrierën time. Por profesionin tënd ti nuk e ke zhvilluar. Ti nuk je në profesionin tënd. Gerta, më ke lodhur veshë. Ti që po flet kaq shumë për profesionin tim. Dhe kërkon të më ulësh mua. Jo, ti ka ul vetë. Ti nuk ekziston në profesionin tënd fare. Gerta, ik largo se nuk di të bësh gjë ti. Tani do ik. Gerta, nuk di të bësh asgjë. Tani që i vura pikën. Ke dështuar ti zemra ime, ke dështuar me të gjitha. Ke lëshuar ti jo. Ik ti ke marrë me të gjitha. Unë se di kur dalësh që do bësh ti. Ajo s'ka profesioniste. Opinioniste vetëm. Nuk është funksionale të profesioniste.